Për të shtatin vit radhazi festa e grurit në Fier mbledh qindra fermerë të zonës në një panajir që rikthen atmosferën e ditëve dionisiane. Nën kujdesin e Bashkisë së Fierit, synimi është të promovohet kultivimi i grurit në format e tij autoktone, përmes ekspozimit të farave origjinale nga vetë fermerët. Festa e grurit, që është në edicionin e 7 të saj, vjen si që në momentet që ajo është krijuar në vitin 2019, ka si një frymëzim i një periudhe mijëvjeçare. Nga antikiteti atëherë kur në Apoloni, nëpërmjet festave dionisake, banorët, vendasit e asaj kohe i gëzoheshin nëpërmjet ceremonive festive të mirave të tokës, të mirave që bënin që sillte jeta ose puna e njerëzit. E njëjta atmosferë na vjen në festën e grurit. Panajiri i grurit që nisonte në mbrëmje në fshatin Pojan, pranë Apollonis, sjelldi jo vetëm festime për të kohërat e mbara, por edhe një pasuri traditash kulinarie, ku spikat receta e bibes në saç, një gatim i krijuar posaçërisht për herojët e korjeve, autokombanjerët. Edhe pse këtë vit në Fier janë mbledh rreth 9000 hektarë grur, me pak si një vit më parë, rendimenti ka qenë i lartë, i ndihmuar nga moti i favorshëm.